flitet për mirëqenje sociale nuk e kemi, flasim për shëndetësi të fortë nuk e kemi, jemi gëzu që fokusin e ka 1 miliard në ushtri, dhe ishte e dhemshme që dhe gjithë ushtria ta padit qeverinë e Republikës të Kosovës për rrezikshmëri dhe për pjesën e natës. Madje sot dishte se s'ka shërapë edhe asgjë elementare. Ato nuk ka pas kur, vetëm çka i kanë bërë publike, sepse ushtar policia në Verit Mitrovicës nuk ka pas asuj. Mua më kanë shkru vetë policë, lut na bëne pjesë mediatike, sepse kur po bëhet pjesë mediatike po na furnizojnë, kurse ministrat e tij shëtisin dhe suksesin më të madh ministrit mbrojtjes e ka kur kanë hangër FSK-ja 1 ditë biftek. Kështu që ai është bo lajm. Dhe ky është suksesi i qytetarëve të Republikës të Kosovës. Dhe këtë gjendje sot që ne nuk e kemi për kushtetut, as nuk e kemi për dëshirë. Sot problemi më i madh dhe shkelja më e madhe e qytetarëve të Republikës të Kosovës është që kanë shkel kushtetutën në nenin 116. Aty është fajtori dhe aty ka startu të gjithë. Sepse po mos të votonte, do të kallëzonte çka është konkurenca. Do të kallëzonte se çka bëri për 5 vite. Ma jep një studim. Ka marrë kostën e jetesës 260 dhe është 600. Ka marrë pagesën e rrymës me 10 euro për kokë banori, 8 deri në 10, ka dorëzu me 30 deri në 35. Shihe me çfarë paga ka marrë dhe shihe me çfarë paga është. Në 2022 ka pas inflacionin 2 shifror, sot e ka me 6. Dhe ja shiko, po krenohemi që jemi edhe populist, kurse nga Serbia kemi 234 milion euro produkte dhe importe. Do më thonë, çdo i dyti ushqim në Republikën e Kosovës, i pari është uji, i dyti është i Serbisë. Nëse një lugë ushqim e marrim të dytën e kemi nga Serbia. Mos edhe atë lugë që e kemi nga Serbia. Dhe ne po krenohemi. Ku mbetën kamionat në kufe që i thente? Ku mbetën ajo politikë sociale që i vizitonte sindikatat e më shumë? Isha në kardiologji. Mbi 20 pacientë dhe ky lajm do të jetë edhe nga prokuroria. Në raste emergjente i kanë liru personat nga kardiologjia se s'ka stenda. Kam antarin e familjes që 6 ditë jam në spital në kardiologji. Nuk ka stend me vnu. Që 8 muaj nuk ka material. Dhe ministri Vitia jep leksion si duhet. Dhe tregu kryesor i atyre të sëmurve janë në sektorin privat. Dhe isha 3 ditë atë, më shumë mora oferta për operimet që kryen në privat se sa që kryen në institucione shtetërore. Vetëm një dine, je me fat çfarë doktora kem. Je me fat për pritjen që na u kanë bo. Je me fat për respektin që kanë tregu ndaj të moshuarve, ndaj pacientit dhe ndaj atyre që ecën. Dhe fatkeqësisht afër 20 persona mu kanë afru të lutem bëje publik. Se po na vdesin personat në dorë dhe s'po mundemi t'ju japin ndihmë. Shkoni vizitoni. Nesër, nëse realisht ju nevojitë dëshmi, aty do t'jemi ju. Gjanat elementare nuk i ka dhe ky po shkon zgjedhje. Pensionerët me 120 euro dhe ky po shkon zgjedhje. Varfrin 40% dhe ky po shkon zgjedhje. Pagesën e rrymës 30 euro në muaj dhe ky po shkon zgjedhje. Vdesin nana dhe mësuesit prej kancerit dhe ditën duhet me dhonë mësim, sepse nuk i takon ligji i pushimit ose pensionit parakoshëm dhe ky lyp zgjedhje. Por realisht është mirë, sepse qytetari